Po, ai thirrri me përçallë, me përçmu. Absolutisht, edhe nëse dikush ka mendu që Albin Kurti ka ndryshuar në këtë qendrim. Në këtë, domethënë, atë me që nuk i ka numrat se ka pas pritje. Si ka numrat, tash ky obligohet me shku në këtë. Pra gaboj me Emili Krasniqi. Jo, nuk mendoj që ka gabu, mendoj që shumë mirë që shkoj sepse është përfaqe ato që ka pas plan me bo. Për shembull, mendoj që mos t'i kish shku asnjëri. Atëherë ish dok sikur Albini dashti po çekta më. Me shkuën në takim, ajo pa që ka qenë vetëm farsë. Edhe si u kry takimi mas gjysor shkojnë kuvend edhe e propozojnë një ndryshim absolutisht papranueshëm, që ai ka ditë që është i papranueshëm, edhe antikushtetues, antiligjor, për me kthy në votim të fshat. Pra Albin Kurti, në farë mënyre, do t'i marrë të gjitha masat me pengu themelimin e institucioneve. Tash pyetja është për neve tjerë. Neve tjerë, po them partitë opozitare, se mundi nuk kemi vot mrena. Dhe kur na presim që kjo më usill në mënyrën që po sillet. Apo ka një moment kur ne themi mirë që kjo më nuk vazhdon, na dash do t'i marrim masa tjera në mënyrë që më është blloku institucionet. Sepse çka ka bën Albin Kurti nuk është vetëm bllokim i institucioneve. Unë mendoj që dy gjëra më të këqija po ndodhin në ndërkohë. E para është që kredibilitetin e institucionit ja ka nish seriozisht më lindu. E ai nuk është një gjë që kthehet shumë shpejt pastaj. Të sot kuvendin e ke bënë një farë cirku. Edhe ky kuvend si cirku nuk mund ta marrë kur seriozisht. E dyta që është hala më keq është që procesi demokratik mundet me cenu. Qështu. Domethënë për shembull kur i dëgjon ti çysh po mundon me josh tasi. Apo ka flet në kushtu për të drejtën demokratike të deputetit dhe ose deputetës me vëllu, qysh asaj jam Armenia. Sipas bindjeve qysh ta garanton kushtetuta. Nuk një rast në vetëvendosje që dikush ka mujt me votu ndryshe, është një rast, Edmond Azemi, që ka votu vitin e kaluar për buxhetin e komunës dhe kam përjashtu. Po, e kam përjashtu bashkë me Berat Lahu. Berat Lahu jo për shkak të asaj, po të asaj videos ku e akuzoi të tjerët që thanë kjo është aferë korruptive, 50 milionëshe, ku është i përfshirë Albin Kurti, e përjashtuan edhe ata. Nuk njau në raste tjera. Derisa edhe jo keni dalë. Ju keni dalë grupi madh. Po, për gjatë sa kemi qenë aty nuk kemi qenë domethënë pjesë e asaj vizë politike, nuk Po nuk ka pas vot tjetër, edhe kur keni qenë. Problemi është që lete që nuk ka vot, lete që nuk ka liri brenda lëvizjes vendosë. Po për shembull nga bisedat që e dëgjuam prej zotit Planigeci dhe mënyra që kanë qas 2021 në tash. Na kemi një rast për cilin po dëgjojmë, do të jatë halos kemi një. Po. Kjo tregon që këta nuk e respektojnë deputetin si vot autonome. Këta i kanë bërë ftesë deputetës serbeze doktoreshes, serbeze Kabashi, nuk ka shku. Kanë bërë ftesë deputetës nga Podijeva, si kishte emrin ajo, LDK-s po ashtu, nuk ka shku. Kanë bërë ftesë një deputete të PDK-s, nuk ka shku. Pra tentativat këta i kanë të shumta për të joshur, për të marrë, për të blerë, ku ta diun, deputet, dhe kjo konfirmon atë që pa thënë në fillim zonja Albulina Agjiu, ne nuk flasim me partit, por flasim me deputet. Dhe kjo flasim me deputet. Apo i bie tash që flasin financiarisht, pozita, privilegje. Këtë informata që i kemi deri si tash, tregojnë që qëta deputet me cilët është folë, për ata që po dim, të më thonë që e dëgjumë se kjeci, kanë tentu me i josh, jo me i bind politikisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Me i josh, me poste, me kutadivne, gjëra tjera. Se kur kemi po shtetë të ki mundësi. Po. Tash, që kjo josh, janë po thëmë, është jo demokratike. Me gjithatë e drejta... është kriminale. Po, kriminale në këtë aspekt në korupcionit. Po. Jo demokratike në aspektin e manipulimit votës, se që shtu manipulohet vota qytetarëve, apo jo. Tjetër që është bindja politike, pra po thënë, ti e bindjen e politike. Po si kur këtu ndodhen po terren. Kjo është manipulim, kjo mja ble votën. Në vend se mja ble 10.000 qytetarëve që e kanë votu një deputet, ti e ble në deputetin. Njëjtë është, ti e ke ble votën e 10.000 qytetarëve, apo jo? Po. A kjo është blerje e votës, tash, a është blerje e votës demokratike? Letë na kallëzoni vetë vendosin. Është kriminale. Kriminale është. Kosova, veç po jesë përpara me Albin Kurtin, liria e medjave është më e keqja ndonjëherë pas përfundimit luftës, sepse nuk llogaritet para 99-s, mediat kanë qenë të shtypuna, të mbylluna,
gazetarë të rrahun, të burgosur, të maltretuar, dihet që janë mshel rilindja, televizioni i Prishtinës, por pas 99-ës e kënej kemi qenë të lirë edhe në aspektin e lirisë së mediave. Ka përkeqësim të skajshëm, kur ma keq dhe më të nuk ka qenë. Ne kemi akuzu edhe ju edhe të gjithë Hashim Thaqin ta zëmë për keqësim të lirisë së mediave, ndërkohë zoti Thaqi, sa ka qenë kryeministër, më kujtohet sikur sot, se cilin reagim të mediave, shoqërisë civile, të raportimeve, ka reflektu të ai me shkarkime, me suspendime nga puna, me gjithçka. Bilem kujtohet mu, Hayreddin Kuçi ka qenë ministër i drejtësisë, ishte emëru Ramadan Gashi, një burr shumë i mirë, ish i burgosur politik, ish kryetari i Skenderajt, zëvendës ministër i drejtësisë, po kishte pas një akt akuz për shpërdorim detyre zyrtare, sa ka qenë kryetari i Skenderajt, bëj fjalë për shtrimin e disa pllakave, kubzave, dikun në një rrugë në Skenderaj. Unë e bëj shkrimin në atë kohë, dhe në 8 mëngjes më telefonon Hayreddin Kuçi, thot në ora 10 shkarkohet. Dhe në ora 10 u shkarku nga pozita të cilën e kishte marrë pak ditë më herët. Vetëm pse u bë publike, u raportua. Sot, kur raportojnë mediat për afera korruptive të qeverisë Kurti, kur raportojnë për abuzim detyre, për diçka, ky avanson. Jo që i largon apo i suspendon asnjërin prej tyre. Dhe kjo po reflekton tash edhe në lirinë e mediave, përkatësisht në raportin e fundit të reporterëve pa kufi që Kosova është më keq se Serbia për herë të parë. Dhe është krahas vendeve diktatoriale, siç është Angola, Mozambiku, edhe Mongolia. Çka ka ndodhur me neve sa? Atë që thojnë populli ka dhe ma keq në që rast po mdohet s'ka ma keq. Ma keq se që nuk mundesh me ka dhe ma keq. Mundet me kalu, hala Serbin, Mongolin, masane me ushty me Koren e me... Në raport me lirinë e mediave, nëse na shkojmë ma poshtë atër s'moj me folmë për vend demokratik. Në të është që ka ma keq, pa atër janë drojnë emën. Ja dhe pas ta e dim ku je. Po nëse e rëndit, krasi tyne, ato nuk janë demokratike. Jo, janë e bje se s'jemi Për demokratik. shembull qëre, Serbia është formalisht vend demokratik, po krejt Evropa e din që është vend autoritar. Jo? Edhe Serbia është këgja shumë e kritikume pikërisht në këtë drejtim. Nga të gjitha institucionet e institutet e pavarura dhe kredibile, që Amnesty International këtë tjera. Edhe ta shtë nëse bohë është për lirinë e mediave, ma keq se Serbia, kjo është alarmante, jashtëzakonisht shumë.